Sipas këtij mendimtari, mbyllja sektare dhe fanatizmi juridik medhebor është arsyeja e parë e cila e dëmtoi seriozisht qytetërimin islam. Mezhebi, që fillimisht ishte një mjet metodologjik, ishte një, si me thënë, mekanizëm përmes cilit kuptohej teksti fetar, ky mekanizëm u shndrua gradualisht në identitet përjashtues. Pra, ky bëhet feja tani. Jo feja, ajo që e njohim. Medhebi bëhet fe. Mendimet e tjera filluan të refuzohen dhe dallimi mes mezhebeve u kthye në armiqësi. Këtë gjendje më së miri e përshkruan udhëtari i famshëm Ibn Batuta, i cili tregon se kur ka shkuar në Qabe në kohën e tij, ka gjetë 4 grupe besimtarëve që faleshin secilin një kënd të ndryshëm të Qabes, secili sipas medhebit vet. Ky realitet nuk tregon pasuri të mendimit, por fragmentim të mendjes islame. Kjo mbryllje prodhoi fetva absurde, qëndrime fetare absurde, deri në përjashtimin e martesave mes muslimanëve vetëm për shkak të përkatësisë juridike. Madje edhe pas vdekjes vazhdonte përçarja, duke ndarë varrezat sipas medhebit. Domethënë, përkatësia ndaj islamit u copëzua. Nuk ke më një lojalitet të plot ndaj islamit, po më kena përkatësi ndaj copëzave të caktuara. Dhe kjo tërësi islame u zavendësua me etiketime: Maliki, Shafi, Hambeli, Sufi, Selefi e ngjajshëm. Prandaj, vedia e umetit u shua dhe u zavendësua me vedijet e sektit, të medhebit, dhe kulmi të keqes ishte rikthimi i frymës fisnore, ku njeriu ka më tepër përkatësi ndaj fisit se sa ndaj umetit. Kjo arsye e prodhon automatikisht arsyen tjetër të rënjes, që është ngërçi intelektual dhe mbyllja mendjes.